Autoritetet belge po hetojnë një rast tronditës në të cilin 41 femra u abuzuan seksualisht dhe u përdhunuan pasi kishin pirë pjetë përzira me drogë. Siç raporton The Guardian, 3 menaxherë të lokalit në qytetin belg të Kortrijk janë identifikuar si të dyshuarit kryesor në këtë rast. Hetuesit besojnë se të 3 menaxherët i kanë diskutuar me njëri tjetrin planet. Prokuroria tha se në total u arrestuan 5 persona të mërkurën dhe të njëjtën në lidhje me hetimin. 2 prej tyre kanë dalë para gjykatës të njëjtën, 2 të tjerë janë duke u marrë ende në pyetje, ndërsa i 5 u lirua pasi u intervistua nga autoritetet. Të gjithë ata dyshohen për përdhunim, sulm seksual dhe dhënie të palishme të substancave të dëmshme. Zyrtarët e policisë dyshojnë se pijet e vajzave përziheshin me drogë, duke përfshirë ketaminën, një anestetik i përgjithshëm i përdorur për qëllime mjekësore si pasojë efekteve halucinogjene që jep. 41 viktima tashmë janë identifikuar për periudhën midis dhjetorit vitit 2021 dhe dhjetorit vitit 2024 dhe hetimi po vazhdon për identifikimin e mundshëm të tjerëve, thot Great Depressed, një zëdhënëse e prokurorisë së Flandersit Perëndimor. Burrat dyshohen për përdhunim, abuzim seksual dhe administrim të palishëm të substancave të dëmshme, thot zyra e prokurorit. Grave të reja ju ofruan pije alkolike dhe pasi i konsumuan ato u zgjuan të nesërme në mëngjes të trullosura në një shtrat panjohur me shenja të qarta të abuzimit seksual. Thot një tjetër zëdhënës i zyrës prokurorit. Ministri i Brendshëm i Belgjikës, Bernard Quentin, i denoncoi aktet si të papranueshme dhe kritikoi se sa e lehtë e aksesueshme ishte ketamina në vend. Gratë duhet të jenë në gjendje të dalin të sigurta ku të duan kur të duan, theksoi ai.